Të nderuar miq, unë jam I bindur se vetëm armiqtë e Dardanis dhe të mbar Shqipërisë sot janë në fest. Arsyeja, fare thjesht. Pjesëmarrje minimale në votime. Kur të gjithë e dinë që nuk është miratuar buxheti, që nuk ka rrymë, që investimet, që shteti, sovraniteti, rendi dhe ligji si mundet të funksionojë nëse nuk do të kemi përsëri një qeveri solide të vazhdoj pikërisht reformat dhe rezultatet e nisura. A nuk ju mjaftoi që ajo Amerika që nuk ju don na futi në aktin e saj themeltar të mbrojtjes sikur të jemi shteti 51? A nuk ju mjaftojnë deklaratat e kongresmenëve amerikan në mbështetje të Albin Kurtit, të gjermanëve, të gjithë mërgjimtarëve, të Bashkimit Evropian, që I lëshoi 631.4 milion euro të frenuara, që nuk keni buxhet. Po kush do t'ju a bëj atë shtet? Kur juve përtoni me dalë me hudha të votë të shenjtë. Vetëm Serbia tash është në fest. Dhe mos I shani dhe mos U ankoni kur, se ata vajtën, votuan, grusht bashkuar dhe nuk e humbin votën e tyre të shenjtë. Nësa juve, qashtu, qashtu,